Përshëndetje të dashur nxënës. Përsëri fillojmë me njësinë e re Lënda e matematikës për klasën e 7, mësimin në distancë, nga unë mësimdhënësi Ramiz Iljazi, në shkollën fillore Besa fshati Veshall. Më thënë njësinë mësimore për 8 maj e premte, do të kemi njësinë mësimore për klasën e 7, siprina dhe perimetri i didë formave përbërëse. Mësimin e keni në faqe 251, 252 dhe 253 në librin e matematikës për klasën e 7. Që janë didë format përbërëse? Didë forma përbërëse është didë form e përbërë prej më shumë didë format të cilat preken por nuk përputhen. Në vizatim është dhënë didë form përbërëse, pra kjo figur, kjo didë form është e përbërë prej dy drejtkëndshave. Nëse e ndajmë këtu në këtë pjesë, do të shohim se është e përbërë prej dy drejtkëndshave. Të tregojmë së pari se si e gjejmë siprinën e didë formave përbërëse. Të caktojmë siprinën e didë formës përbërëse në vizatimin që e kemi. Janë dhënë disa dimensione të kësaj didë forme përbërëse dhe ne duhet të gjejmë së pari siprinën. Si do ta caktojmë siprinën e kësaj didë forme? Po ta vërejmë didë formën, do të shohim se përbëhet prej dy drejtkëndshave. Pra, në qoftë se tërheqim këtë drejtës, do të vërejmë dy drejtkëndsha, të cilët do t'i shënojmë me A dhe B. Tani shumë lehtë e kemi, kur kemi dy drejtkëndsha, shumë lehtë e kemi të gjejmë siprinën e këtyre drejtkëndshave. Ne dimë se siprina e drejtkëndshit është prodhimi i dimensioneve të tij. Domethënë, për figurën së pari do të caktojmë siprinën e drejtkëndshit A, i cili ka dimensionet 4 dhe 5 cm. Siprina e këtij drejtkëndshi, domethënë drejtkëndshit A, është s barazi 4 cm e 5 cm, që është 20 cm në katror. Tani caktojmë siprinën e drejtkëndshit B, domethënë që ka dimensionet 3 cm dhe 7 cm. Siprina e këtij drejtkëndshi B është s barazi 3 herë 7 cm e 7 cm bën 21 cm në katror. Tani siprina e përgjithshme e kësaj figure është shuma e të dy siprinave të figurës të drejtkëndshit A dhe drejtkëndshit B. Domethënë i mbledhim 20 cm katror plus 21 cm në katror, fitojmë 21 cm katror. Pra, siprina e përgjithshme e formës didë, të paraqitur në vizatim, është 21 cm në katror. Tani si do ta caktojmë perimetrin, si do ta njësojmë perimetrin e didë formës së përbërë. Marrim të njëjtin shembull të figurës. Tani në vizatimin e më parë nuk kishim të shënuar këtë brinjën 8 cm, që do të thotë nga i bie 8 cm, 5 plus 3 cm është 8 cm. Kjo brinja që nuk është dhënë është 7 minus 4 cm, edhe kjo 3 cm. Ne dimë se perimetri i një figure është shuma e gjithë brinjve të asaj figure. Domethënë, duhet të mbledhim të gjitha gjithësitë e gjitha brinjve të figurës, të formës didë. Pra, do të kemi 4 plus 8 plus 7 plus 3 plus edhe këtu 3 që nuk i kemi shënuar plus 5. Domethënë, në vizatim i kemi dimensionet, domethënë brinjët e didë formës janë 4 cm, 8 cm, 7 cm, 3 cm, 3 cm dhe 5 cm. Tani, perimetri i didë formës është shuma e këtyre brinjëve. Pra, 4 cm plus 8 cm plus 7 cm plus 3 cm plus 3 cm plus 5 cm, që kur i mbledhim ato bëjnë 30 cm. Pra, perimetri i kësaj forme didë qenë ka 30 cm. Tani, duke i parë këto si fillim, tani do të shohim disa shembuj. Të marrim shembullin 1. Thot njëso siprinën e didë formës së dhënë dhe të njësojmë perimetrin e didë formës së dhënë. E kemi didë formën e dhënë,
që janë dhënë disa dimensione, do thonë disa brinj, 3 cm, 6 cm, 7 cm, 4 cm. Këto të brinj nuk janë dhënë. Shkojmë së pari të caktojmë siprinën. Më thënë, çfarë bëjmë? Dy deformën e ndajmë në dy drejtkëndsha. Pra, në dy drejtkëndsha. Drejtkëndshi A dhe drejtkëndshi B. Drejtkëndshi A ka dimensionet 6 dhe 3 cm. Siprinë e këtij drejtkëndshi Siprinë e drejtkëndshit A do të jetë 3 herë 6, që është 18 cm katror. Tash te drejtkëndshi B kemi një brinjë A, që në këtë rast brinja A është 7 minus 3 cm. Më thënë 7 minus 3 cm, që i bie brinja A të jetë 4 cm. Tani kur i dim dimensionet e drejtkëndshit B, siprina e drejtkëndshit B është 4 herë 4, për arsye se A-ja është 4, që është 16 cm katror. Tani kur caktuam siprinën e drejtkëndshit A dhe siprinën e drejtkëndshit B, atëherë gjejmë siprinën e përgjithshme të figurës, që është shuma e dy siprinave, domethënë 18 cm katror ishte siprina e drejtkëndshit A dhe 16 cm katror siprina e drejtkëndshit B. Dhe siprina e përgjithshme është 34 cm në katror. Tani të njësojmë perimetrin. Mirë po, për të gjetur perimetrin duhet ta gjejmë edhe këtë vlerën e brinjës X. Brinja X është 6 minus 4 cm, që është 2 cm. Tani kur i kemi të gjitha dimensionet, më thënë 6 cm, 7 cm, 4 cm, A-ja 4 cm, X-i 2 cm dhe 3 cm, atëherë perimetri do të jetë, mbledhim ato brinjët e kësaj figurë forme 2D, do të kemi 6 plus 7 plus 4 plus 4 plus 2 cm plus 3 cm, që i bie 26 cm. Çojmë shembullin D. Të njësojmë siprinën e formës së dhënë, më thënë në vizatim, dhe perimetrin e kësaj forme. Na janë dhënë disa brinjë të kësaj forme, më thënë kemi brinjët, në përgjithësi janë dhënë të gjitha brinjët e kësaj forme, dhe më thënë 5, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 6. E tani, si ta gjejmë siprinën e kësaj forme? Këtë dy deformën mund ta imagjinojmë si drejtkëndësh të madh me dimensione 5 dhe 6. Pra, nëse tërheqim këtë brinjë, fitohet një drejtkëndsh i madh që ka dimensionet 5 dhe 6 cm. Siprina e këtij drejtkëndshi është 5 herë 6, domethënë 30 njësi katrore. Tani na mbetet të gjejmë siprinën e këtij drejtkëndshi që kemi me ngjyrë të bardhë, që ka dimensionet 2 dhe 3. Siprina e këtij drejtkëndshi me ngjyrë të bardhë është 2 herë 3, 6 njësi katrore. Tash kur i gjetëm siprinën e drejtkëndshit të madh, që ishte 30 njësi katrore, dhe siprina e drejtkëndshit me ngjyrë të bardhë është 6 njësi katrore, ne duhet ta gjejmë siprinën e kësaj figure me ngjyrë të gjelbër të qelë që kemi. E tash siprina e këtij drejtkëndshi, kësaj figure forme 2D, është si ndryshim i siprinës së drejtkëndshit të madh dhe siprinës së drejtkëndshit të vogël. Pra, është 30 njësi katrore minus 6 njësi katrore, fitohet 24 njësi katrore. Pra, siprina e formës së ngjyrosur me ngjyrë është 24 njësi katrore. Çojmë si e gjejmë perimetrin. Pasi kemi të gjitha brinjët, perimetri do të jetë shuma e gjitha brinjëve, do të thonë 5 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 5 plus 6, që i bie 26 njësi. Përmendëm njësi për arsye se këtu nuk kemi të caktuara me centimetra apo me metra, dhe prandaj përdorim njësi. Mund të jenë centimetër, mund të jetë decimetër, mund të jetë metër, mund të jenë kilometër, e kështu me radhë. Shpresoj se me këto të dhëna në këtë njësi mësimore ju rëmnderuar që ju sadopak të punoni prej shtëpisë, të ruani shëndetin tuaj, të punojmë në distancë. Ju falenderit. Detyrë shtëpie do të keni faqe 253 dhe 254, keni detyrat
1, 2, 3, 4 dhe 5. Ju dëshiroj suksese dhe ju falenderit shumë për vëmendje. Shpresoj të kaloni mirë, të punoni detyrat që ju urdhëron, të ruani shëndetin tuaj, natën e mirë dhe shihemi në njësitë tjera mësimore.